Tani unë nuk jam shumë dakord me këtë, megjithëse është e drejta juaj që hapët ju temën për diskutuar për PD-n për programin dhe atë çfarë do bëjnë nesër në qeveri. Për ekonominë thamë përgjithsisht, po... Se? Po, okej. Jo, se ekonominë jam dakord me këtë denoncimin e investitorëve strategjik, me denoncimin e ndërtimi, si po shkon ndërtimi e tjerë. Po për programin, sepse duke folur për programin, sikur Partia Demokratike do fitoj, ne I hedhim një karamele të elmuar atyre që na shikojnë. Se them për programe, qeverisë e flitet në demokraci. Qërë. Ta do I masakrojnë o vlad 11 maj. Nuk kanë zero shanse këta të fitoj. Nuk është e vërtet. Unë nuk kam ndërprer askënd, po këtu po të ndërprej. Dakor, mirë, po nuk është e vërtet. Sa ere kam për këtë debat, do ju masakrojnë. Juve po ju ndërprej këtu sepse nuk është e vërtet. Po, e drejta juaj. Kur nxjerrin copën e kuqe, demi niset gjithmonë, po ne nuk veprojmë si dem, veprojmë dhe me arsye. Po nuk ishte kjo e rëndësishme. E rëndësishmja, kush është? Prandaj, më shumë se programin e një qeverie të PD-je të nesërme, ajo që do më prekuponte mua është si ndeshemi ne me një regjim autokratik. Dhe këtu është pyetja ime për zonjën Tabak. Do me thënë, ju sot jeni në zgjedhje dhe keni privilegjin që njerëzit t'ju votojnë ndryshe nga ata që janë fund listat në mbyllura. Dhe unë jam nga ata që mendoj që regjimi autokratik shqiptar, përveç vullnetit keq të Edi Ramës, mbahet dhe mbi dy shtylla, e cila nga një anë është drejtësia e re, SPAK, GKKO e gjitha këto, dhe dyta, nuk e di se ka shpresa të ju që mund të ketë ndryshuar sot, po shtylla është dhe mbështetja ndërkombëtare për të mbajtur një regjim autokratik në Serbi, në Shqipëri, e tjere. Tani, Lorita Tabaku shkon zgjedhje. Dhe një votues I opozitës pyet, pse do ta votoj unë për shembull zonjën Tabaku, kur më thot unë jam me SPAK-un? Edhe sondazhet më ediramiste, votuesi PD-ist është kundra SPAK-ut në shumicë, e para. E dyta, pse duhet ta votoj unë Lorita Tabaku, kur unë se kam dëgjuar edhe një herë të thot, ç'është kjo Juri Kim që I thot demokratëve do ani bar po zvotuat si them unë. Pra, dhe këto nuk janë episode veçanta, prandaj e futa në atë kuadrin e madh. Janë episode për të thënë, në qoftë se do denoncojmë autokracinë e Edi Ramës, nuk mund ta shohim autokracinë e Edi Ramës të shkëputur nga mbështetja ndërkombëtare, që ju se keni denoncuar kur, dhe nga mbështetja e drejtësisë re që ju gjithashtu thoni që mbështesni. Këto janë dy problemet e mia të nda me ju. Pikërisht për këtë çështje kemi pasur dhe një debat në distancë bashkë, do me thënë, dhe mezi po e prisja që ta diskutonim edhe këtu. Zoti Bushati, që të kesh një mendim ndryshe nga ju, nuk është herezi. Nuk është herezi. Është merit, pa dyshim. Nuk është herezi. Mendimi im për këtë çështje është prandaj unë jam shumë kurioz. Bashkë me shumë kolegë, sa mundësi kemi, sa fuqi kemi, në të gjitha hapësirat ndërkombëtare ne këtë denoncojmë sot. Pushtetin e kapur, problemet që ekzistojnë edhe me drejtësinë, sepse ndryshe nga sa ju thoni, unë mendoj që ka prokuror edhe me guxim në SPAK, ashtu siç ka edhe prokuror të kapur në SPAK, nuk bie dakord me... Votuesi opozitar nuk mendon shumë shumicë dërmuese, ai të cilit ju po I kërkoni votën. Unë mendoj që ka prokuror të cilët kanë çuar Erion Veliajin për një çështje të caktuar. Unë po pres akoma që ta çojmë për gjitha ato që ka bërë Erion Veliaj. Për ndryshimin e rezultatit zgjedhjeve, për 5D, për inceneratorët, po pres akoma. Dhe prandaj për mua, unë kam thënë, ju besoni pra, votuesi opozitar nuk besoni, ju besoni dhe bravo që besoni ke SPAK. Nuk ju ndërpreva. Nuk ju ndërpreva. Për mua, testi janë inceneratorët. Janë testi inceneratorët. Janë testi Erion Veliaj tek inceneratorët dhe ku do shkoj SPAK-u tek inceneratorët në qeveri. Në cili nivel do shkoj. Për mua, ky është testi. Mund t'ju ndërpres? Ta përfundoj dhe pjesën tjetër, dhe ndërkohë që flasim bashk, për shembull, është duke organizuar dhe një dëgjes në Parlamentin Evropian që do të jetë javës tjetër, që bashkë me një grup kolegësh kemi insistuar shumë pikërisht për të ngritur këtë çështje atje.
çështjet e kapjes zgjedhjeve, e autokracisë, e mungesës demokracisë, që të ngrihen në platforma ndërkombëtare. Tani unë kam fjalorin tim, ju keni fjalorin tuaj, nuk përdorim gjithë dot me njëjtin fjalor. Është narracion, nuk është konkluzion. Jo, është konkluzion. Mendimi është ky. Mendimi im më ka bërë që... Ju besoni ke Spaku. Ju jeni kundër shumicës të unë besoj që sot... Kjo ja u rrit meritat. Jo, një sekond. Po vendosni në gojën time fjalë që nuk i thash. Unë besoj që ka disa prokuror. Unë besoj ke Spaku. Unë besoj që ka disa prokuror të cilët kanë guxim dhe besoj që ka disa prokuror tjerë që janë të kapur politikisht. Dhe ky është qëndrimi im. Atë që thoni ju e thoni ju, pastaj interpretimet i bëni ju. Në gojën time kanë dalë këto fjalë. Kjo është deklarata ime. Sa po e them? Jo, këto janë fjalët e mia. Këto janë fjalët e mia dhe nuk është hera parë që po i them. I kam thënë shumë herë. Jo në këtë studio, në shumë studio. Dakor. Tani kam përshtypjen të ka ngelur kaseta në 2021, zoti Bushati, dhe ndoshta nuk i keni dëgjuar të gjitha deklaratat. Për mua, Spaku ka test inceneratorët. Deri kur të përfundojnë inceneratorët. Po e mbajon kasetën e gabuar, dakor. Atë ka test. Ju keni drejtën ta thoni prapë sot. Pikërisht, pra po e them. Mendoj që ka prokuror me integritet që kanë çuar Erion Veliajn përpara drejtësisë dhe mendoj që ka prokuror tjerë të cilët nuk janë me integritet. Tani unë nuk them dot atë që doni të thoni ju. Kështu e mendoj këtë çështje. Dhe unë jam shumë kurioz të dëgjoj deri në fund mendimin tuaj, prandaj po ju pyes. Cilën pjesë deri në fund? Kjo është deklarata ime për këtë çështje. Dhe nuk është hera parë që e kam thënë. Prokuror burrat ndershëm. E kam thënë në disa raste. Tani kështu me emra nuk më ke dëgjuar muaj që të merrem dhe të filloj të analizoj. Me diktaturat më të egra të botës. Do me thënë kjo, kacat mirë, kacat këqij. Ne shikojmë kur flasim, burrat ndershëm mund të ketë dhe në kryeministri sot. Ne marrim në analizë institucionet. Dhe sot kemi një kohë të mjaftueshme për të thënë si sjell kryeministri, si sjell Spaku, si sjell gjykata kushtetuese dhe në bazë të kësaj si politikan që jeni juve, arrini në përfundime. Në qoftë dhe unë nuk e besoj dhe më duket këtu keni një kontradikt. Dhe në çdo rast. Dhe më duket këtu keni një kontradikt. Në mënyrë absolute jo. Unë pres. Në çdo rast jo. Që Spaku, testi Spakut janë inceneratorët. Për mua po. Pa e kaluar testin ju keni shpallur besimin. Pra ju ku e dëgjove që e shpalla besimin? Po keni me 20 deklarata. Ndërkohë që unë mbështes Spakun. Unë besoj të Spaku. Më vjen keq, po ke një informacion të gabuar. Deklarata që unë po bëj tani e kam thënë në vitin e fundit të paktën 10 herë. 10 herë këtë deklarat kam thënë. Ky është qëndrimi im, sepse për mua çështja e inceneratorëve është shumë e qartë. Dhe çështja e inceneratorëve shkon deri te kreu i qeverisë. Dhe për mua ky është testi. Spaku këtë test ka, inceneratorët. Dhe nuk është hera parë që e them, e kam thënë mbi 10 herë këtë gjë. Unë nuk flas dot ashtu si doni ju, zoti Bushati. Më vjen keq, këtë gjuhë kam dhe këtë mendoj. Në rastin e gjykatës kushtetuese, kam vlerësuar vendimin për bordin e ushqimeve dhe kam dënuar vendimin e gjykatës kushtetuese për bordin e karburanteve dhe kam thënë mban era karburant. Kam dënuar vendimin e gjykatës kushtetuese në rastin kur e lat pa qartë çështjen e Olta Xhaçkës dhe kam vlerësuar vendimin për çështjen e profesioneve të lira. Tani kur ka rastet që unë gjykoj, që gjykata kushtetuese ka dhënë një vendim që është në të mirë publike, në shërbimet publik, atëherë më vjen keq, po ky është mendimi im dhe do ta jap. Për shembull këtë që sapo përmendet, në rastin e Olta Xhaçkës është me firmën tuaj që i dhat mundësinë, po ky është debat shumë teknik. Është një debat që është teknik, po unë mendoj që ju jeni gabuar sepse i kam ndjekur. Nuk ka rëndësi ajo. Problemi është, unë them që ne nuk mund t'i ndajmë gjërat kështu. Nuk mund t'i ndajmë që ka 2 gjykatës të mirë dhe një çështje të mirë gjykatë kushtetuese, ka 2 prokurorë të mirë në Spak apo jo. Problemi është, jetojmë ne sot në një shoqëri me drejtësi të kapur, po gjej llafin më të butë në gojën time, apo do e daravisim këtë muhabet që ka dhe i burë të mirë atje, po ka dhe i burë të keq. Ka i çështje që kanë zgjidhur mirë, ka dhe i çështje, sikur kur flasim për ndërtimin, themi, po ka dhe ndërtues që e kanë bërë këtë pallatin pa leje. Jo, ju, kur flisni për ndërtimin, flisni pastrim parash dhe kemi një në total ekonomi kriminale të pastrimit parave. Pra, merrni shumicën e rasteve dhe mbrini në konkluzion. Këtë aftësi nuk e keni kur flasim për këto gjëra
që kanë të lidhje me autokracinë në këtë vend. Dhe këtu ndërhymë. Jo, vazhdo dhe ndërhyj sa të doni, por më vjen. Për ta pasuruar këtë të Bushatit me një shembull. Ishte varfër. Kolegu ynë, jo shembull. Kolegu ynë Abi Lekaj. Sepse është duke krahasuar dy gjëra që nuk krahasohen Bushati. Jam një shembull konkret, nga këto që ta Bushati. Po. Shembull. Thot Abi Lekaj, ai që e çoi Veliajin përpara drejtësisë nuk pranonte të çonte Olta Xhaçkën dhe Bashortin pavarësisht që arrestoi kryetarin e Bashkisë së Marrës. Ndërkohë, një gjyqtar bën dy veprime thot, domethënë të ndryshme dhe Jo, dakord, ndërkohë që i njëjti gjyqtar që ka çuar. Se ti tani e shpallë këtë gjyqtar? Jo, një sekond, se shpalla unë mendoj që në këtë rast ka të drejtë. Mendove. Mendoj që ka drejt në këtë rast. Po ashtu si gjykatësi që ka çuar Erion Veliaj, në një rast për shpifje mua dhe Erion Veliaj i ka dhënë drejt atij, në këtë rast e ka çuar ato përpara drejtësisë. Po në këtë rast mendoj që ka bërë të drejtën. Njëri kështu, njëri është mirë, njëri është i keq, kështu. Tani ky është një qëndrim, zoti Rakipi, që unë mendoj. Edhe në diktaturë ka njerëz që kanë shpëtuar burgut. Tani çdo themi me këtë. Zoti Bushati, nuk kemi të gjithë retorikën tuaj dhe nuk kemi të gjithë qëndrimet e tuaja. Jo më kështu mendon, është gjë e mirë kur mendon kështu. Edhe në të shkuarën nuk kam darë mendime si ju për shumë gjëra. Se ti mund të thosh atë doktori. Jo, nuk më bën mua ta kem pasur gadim. Spaku s'bën, do ta mbyllim edhe. Absolutisht, prandaj ju respektojmë. Prandaj njeriu atë duhet të respektojmë mendimin që ka ndryshe. Prandaj bëhet debat. Bën mirë që e thot mendimin e vet, sepse po ti shkoj doktori këtu do thoshte pagu mbyllet se nuk bën e gjithë. Kjo thot ka bërë këtë, bën kështu. Sot çfarë ka nevojë drejtësia? Sot drejtësia ka nevojë që të kemi një rishikim total. Dhe është e drejtë modeli Maqedonisë Veriut me modelin Pribe, është shumë i drejtë që Shqipëria të ketë një analizë se çfarë shkoi mirë, çfarë shkoi keq dhe ne të kemi një rishikim total. Gjitha këtu. Po tani, Bushati ka retorikën e tij, unë kam retorikën e tim. Dakor, mendimi juaj. Mendimi i Komisionit Venecias në rastin e drejtësisë, mendoj që është mendimi më korrekt.